Atëherë rasti ka të bëjmë me një proces hetimor që po zhvillohet në lidhje me dyshimin për falsifikim të rezultateve zgjedhore, mirë po megjithatë procedura është një fazë shumë të hershme të hetimit dhe informatat më të detajuara besoj mund t'i siguroni edhe përmes organeve të ndjekjes. Po, për çka sakt ose çka ka deklaru lidhur me funksionin e tij klienti juaj? Dëgjojm, klienti është në cilësi të antarit të komisionit. Do të thotë deklarata e tij ka të bëjë me funksionin që ka pas gjatë procesit të numërimit të rezultateve, mirë po megjithatë informata më të hollësishme në këtë fazë të hetimit nuk mund të ofrohet. A ka ndonjë mos ndalim? Me sa kam informata deri tash jo. A ka përfundu intervistimin klientit? E ka përfundu. A dini se sa është numri i saktë të ndaluarve sot përpos klientit tuaj? Nëse nuk jam gabim rreth 60 persona. Veç edhe emrin. Edhe kështu na tregu klienti uja ka thonë që e ka vrejt në një dallaver me vota ose që e ka ditë çka po bën ose kush prishtin votat në sistem ose çka ka thonë saktësisht për votat. Jo, sepse realisht kjo ka qenë përgjegjësinë e komisionerëve të qendrave të votimit. Megjithatë roli i klientit tim ka qenë në cilësi të antarit. Ne padyshim që kemi një garancin të prezumimit të pafajësisë për gjithë këta që po hetohen. Mirë po megjithatë është do të thotë detyrë e prokurorisë të argumentojë këto pretendime për cilat edhe është iniciuar kjo procedurë. E përfaqësoj një person nga Malisheva. Ai ka qenë procedurë numërimit të votave si antar i komisionit. Ai thotë procedura ishte shumë demokratike, niveli zyrtar i zhvillimit të procedurës ishte shumë i nivel duhur parapan me kodin e procedurës penale. Ai thotë se e ka pas për detyrë, nëse referohem atij, e ka pas për detyrë që të vetëm të lexoj flet votimet dhe të caktoj se për kush përkend ka votu. Kurse thotë evidentimin atyne deklarimeve të mia është bënë nëpërmjet kryesuesës së komisionit dhe thotë ajo unë nuk di çka ka shkruar, thotë ajo aty në procedurën e kompjuterit, për shembull, ka evidentimin që ne ka bë. Mirë, po thotë çdo gjë tjetër ka qenë nivel. Sa përket anës atij, unë duam me informoj juve çka ka deklaruar se gjitha deklarata nuk kemi mundësi me ndëgju, nuk është të parapanë me kod ashtu. Ai thotë çdo gjë që më thënë ka qenë në rregull nivel, unë nuk di si ka ardhur detaj. Për detyrë ka pas me përcjellësi. Edhe ato që kanë qenë dy përcjellësa. Përcjellësi i numërimit edhe përcjellësi i evidentimit nga ana kryetares komisionit në kompjuter, për shembull në databazë, se kush ka cilat numra i ka fitu. E thot, mirë po zakonisht gjatë ditës nuk ka qenë gjithmonë përcjellësi i kryesuesës për me evidentu ato që ka ndodhur me kompjuter. Po. Thotë edhe tash që e ka qenë një dobësi, mirë po, ta pas kanë pas të lejueshme që edhe 3 veta në komision mund me vazhdu me vepru pas një pengesë. E tash apo del që handicap pak. Aktualisht është klienti juaj, është caktuar ndonjë mos ndaj tij. Jo, momentalisht nuk ka masa. Është procedura marrës në pyetje, tash prit vendimi i prokurorit, se çka do të ndërmerr, çfarë vendimi do të ndërmerr, apo do ta ndalon në procedurë 48 orësh apo jo. Mu s'ma mërmende se ka kushte para çështë, pas asaj se prej ditë deri më sot ka kaluar një kohë gjatë. Çdo gjë ka mujt mu mbulu për atë kohë, tash. Mirë po prapë kompetencë është e prokurorit me vendosë për këtë çështje. Prokuroria themelore në Gjakov mëngjesën e sotëm ka nisur një aksion në lidhje me dyshimet për manipulim me vota të zgjedhjeve të 28 dhjetorit. Sipas zëdhënësit të prokurorisë Drin Domi, deri më tash janë ndaluar disa persona, të cilët aktualisht janë duke u intervistuar nga hetuesia.
Prokuroria ka paralajmëruar një konferencë për media në ora 15 ku do të bënë të ditura detajet e këtij aksioni që ka ndodhur mëngjesin e sotëm. Kujtojmë që aksioni i prokurisë në Gjakov vjen pas një aksioni tjetër të prokurisë themelore në Prizren gjatë javës së kaluar, ku ndaluar 109 persona në lidhje me dyshimet për manipulim me vota, ndërsa tashmë 23 prej tyre i është caktuar masa e paraburgimit prej një muaji.